Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar ngjarjet edhe dinamikat më të fundit që po ndodhin në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova. Pa marrë parasysh që Alba shumë e lënduar nga tradhtia që i ndodhi direkt nga ana e Limit, kjo gjë nuk është se ndikon në natyrën e Limit, në karakterin e Limit, do me thënë që t'i vi pak zor, apo t'i vi pak rënd, që po e lëndon një femër, apo shkurt të ulet të mendon se çfarë promovon tek publiku shqiptar, do me thënë cili është qëllimi i tij, ai vazhdon edhe me shumë entuziazëm dhe me shumë emocion, duke u kënaqur dhe duke i shijuar mëngjeset në mënyrë shumë të ngrohtë me Dolçen. Unë mendoj, pa marrë parasysh që Alba vuan shumë, lëndohet shumë, unë them gjithmonë i duruari është i fituar. Por unë mendoj që Limi ka rënë në grackën e Dolçes, ashtu siç Edi ra në grackën e Dolçes. Do me thënë Dolçja e paska këtë, le të themi këtë energjin që t'ju afrohet meshkujve, të ri me meshkujt, t'ju a merr vëmendjen meshkujve, dhe në këtë rast Limi nuk u tregua një mashkull i zgjuar. Ky është mendimi im, u tregua një mashkull që do me thënë thjesht rëshket aty ku çdo njeri mund ta kap, dhe u tregua një mashkull i lehtë. Ndoshta Limi mund ta akuzon Albën për ludon, që ti ke patur raport me ludon, ti ke ndar momente me ludon, le të themi tani në thonjza, Limi po i bën një lloj hakmarrje, sepse Alba pas kërka qenë me ludon, që në fakt nuk është fare e vërtet. Alba dhe Ludo dëshironin që të krijoni një aleancë në lojë, por Ludo në asnjë mënyrë nuk i ka shprehur Albës dashuri, fjalë dashurie apo afrimitet dashurie. Por e njëjta gjë ka ndodhur dhe me Albën, ëh? Do me thënë që nuk i ka shprehur Ludos asnjë gjë. Por siç duket Limi ka hyrë me forcën e hakmarrjes. Edhe pse është shumë e ulët, do me thënë të flasësh në tavolinë për një femër, sepse u pyet nga Ludo se çfarë të ka pëlqyer tek Alba, dhe Limi me shumë krenari, që për mendimin tim është jo e drejtë dhe është e turpshme, me shumë krenari thotë që unë tek Albas më ka pëlqyer as karakteri, as pamja, por më ka pëlqyer e din ti. Do me thënë del tek ato format për ta bullizuar, për ta ulur një femër deri në fund në tokë. Do me thënë pa patur asnjë lloj ndjese për familjen e saj, do me thënë e ndjekin familja, e ndjekin shoqëria, pse duhet ti do me thënë ta marrësh dhe ta bësh, ta denigrosh në një farë mënyre fytyrën e saj. Por edhe Alba, që këtu Alba në fakt më pëlqen, nuk ndenjë pa i thënë të gjitha të vërtetat për Limin, sepse nuk ka në asnjë lloj lidhje dashurie, dhe për këtë unë e besoj shumë, do me thënë Albën, që një mashkull nuk qenë ka xhelos. Do me thënë Limi tregon natyrën e xhelozit, sepse nga pamja që jep atë gjë tregon, janë 2-3 gjëra të provokon Dolçja brenda shtëpisë me meshkuj të tjerë, jam i bindur që Limi menjëherë do të reflekton dhe do fillon që t'i ngelen hatri dhe të shndrohet në njëri tjetër. Gjithsesi, dita e sotme ka nisur me shumë puthje. Alba po i vuan shumë keq këto momente, do me thënë nga informacione që ka marrë unë, ajo dëshiron që ta lërë shtëpinë, sepse i duket e padrejtë, i duket jo normale në fakt kjo që ndodhe në sy të saj, dhe historikisht nuk ka ndodhur kurrë në mediat shqiptare që një lidhje dashurie e pa përfunduar jashtë, sepse Alba e tregoi të gjithë të vërtetën me hygertë në dhomë, me banorët e tjerë, që Limi nuk e ka mbyllur si lidhje. Do me thënë thjesht e ka patur një lidhje të hapur, dhe Alba fliste për këtë lidhje në dhomën e rrëfimit. Limi sot zgjohet duke puthur Dolçen, duke shijuar momentin me Dolçen dhe duke e jetuar këtë emocion. Mendoj që më e bukura për Limin do t'ishte që të futej brenda kësaj shtëpie, të mundohej që të kontrollonte raportin me Albën, në qoftë se ai vërtet nuk e don, nuk kthehet, ne nuk i themi që ta merr me zor, por të paktën
të kontrollonte veten e tij dhe jo të shkonte në një next tjetër, do të thënë të shkojë në një next përpara, vetëm e vetëm për të lënduar Albën brenda në shtëpi. Alba mbrëmi kërkoi falje bijës sepse unë gjithmonë e kam thënë që rrezikun Alba nuk e ka nga bija, por rrezikun e ka nga banorë të tjerë. Dhe po ta shikojmë analizën e lojës që ka bërë Alba dhe Dolce, Dolce gjithmonë ka patur një urrejtje ndaj Albës dhe nëse mbani mend, kur Dolce Alba, do të thënë e bënte së bashku me Shkurtën në atë lojën me ujë, që e laknin Dolce në banorët e tjerë që janë lojra të pranueshme brenda shtëpisë së Big Brotherit, do të thënë janë lojra më se normale, Dolce i pati thënë Albës një fjalë që unë ty do të hakmerem dhe mendoj që urrejtja që Dolce ja ka personale me Albën, nuk e ka urrejtje në lojë, por e ka personale, mendoj që e bëri Dolcen që të merr këtë veprimin, të afrohet në mënyrë tinzake tek Limi. Limi nuk arriti dot ta kupton këtë gjën, se Dolce apo e përdor ashtu siç e përdori Edin, më duhet ta them disa herë. Dhe po ja kmeret Albës, se nëse shikoni puthjen e Dolces, përqafimin e Dolces, ledhatimin e Dolces, është një puthje dhe një përqafim vetëm duke e parë Albën në sy. Dhe kjo hakmarrje që Dolce po bën është e lidhur me të gjithë lojën që ka ndodhur vetëm për inatin që Albën ta lëndon më shumë dhe ta bën që të del nga shtëpia, sepse Alba, ndoshta në sytë e Dolces, është një konkurrente shumë e fortë. Edhe pse Limi kërcënon në shtëpi, bërtet në shtëpi që unë këtë gjën do ta vazhdoj jashtë, unë këtë gjën e kam shumë serioze, unë këtë gjën e kam shumë të natyrshme, do të thënë e jeton momentin me Dolcen me skena të tmerrshme të dy së bashku, unë jam shumë i bindur që është Dolce ajo e cila kësaj gjës do t'i vërë vi të kuqe që në momentin kur do të del nga ajo shtëpi dhe të gjithë këtë historikun do ta mbyllën në eksperiencën e saj të Big Brotherit. Do të thënë Dolce po luan një lojë të pisët, një lojë të rrezikshme, sepse Dolce e di shumë bukur se si perceptohet jashtë, se si flitet jashtë, nuk është budallaqe, nga që ka qenë jashtë dhe për këtë gjë, domethënë, ajo jam shumë i sigurt që po akmerret ndaj Albës. Mua vjen keq në fakt për Albën, sepse si Alba ka shumë vajza shqiptare që vuajnë për njerëzit të cilët i duan. Unë mendoj që produksioni duhet deri në një limit dhe të kërkon masa nga banorët, domethënë të jenë pak më të rep, i përgëzoj produksionin e Big Brotherit Shqipërisë sepse janë shumë të rep edhe nuk tolerojnë qoftë edhe një gjest më të vogël në shtëpi, ndërsa këtu domethënë nuk ka pardon dhe çdo gjë ndodh vetëm për klikime.